dhe bota heshti. Dhe për turpin e tyre, këte e pranoj edhe gjykata kushtetuese. Ora këtu është shqerbu komplet. Do thoshti, lexoj për ditë, mbushur lajmet, sigur jetën në Shqipëri, demokracinë do ta sjellë Spaku dhe gjykata. Së është e vërtet, në qoftë se ne do pranojmë që në Shqipëri drejtësinë, korrupsionin do të luftoj Spaku dhe gjykatat, atëherë ne jemi diktaturë ushtarake. Nuk kemi demokraci. Një shoqëri që pranon që t'i zgjidh hallet drejtësia ka marrë fund në logjik. Por intelektualët shqiptar i kanë mbathur ky në përborde, fëmijët ambasador, fëmijët drejtor, se kështu qarkullojnë ta, hiqja lenës, varja prenës, edhe thonë, Arama punon, po për ata punon. Kështu që unë mendoj se këtu duhet një lëvizje madhe. Por unë kam një akuzë të madhe për media shqiptare. Për të gjithë media shqiptare, sidomos televizive. Po dhe ajo është shkruar. Flas për këto mediat kryesore, njerëz nuk ka diskutim. Këta duhet heqën dorë, duhet ta kuptojnë më së fundi se nuk po i shërbejnë popullit shqiptar. Mbushin emisionet me emisione qenësh, me ushqimet e qenëve. Je i virgjë apo si je i virgjë? Çan këto bullegje. Emisione skandaloze. Rrinë me orë të tëra për të shpjeguar se si gatuohet fasulja, se si bëhet byreku, bredhi në përfusha përbale, festa gështenjës, festa e ullirit, festa domatës, festa e grurit, festa e gjelit detit. Dhe nuk ullet të diskutoj për këto probleme. Pse? Sepse marrin oligarkët, pronarët e tyre, marrin tendra dhe koncesione. Në kushtetut duhet ndalohet që pronarët e medjave të marrin koncesione nga qeveria. Përfshirë edhe reklama televizive, apo reklama në shtypin e shkruar. Se këta janë të lidhur, janë të varur nga qeveria. Edhe zdo më dhe që nga kam mbyllur gojën e. Bjama nga 11 janare, nga 11 maj, dhe të shi, s'ta thonë të kush. Kurse para 11 maj, 2-3 intervistat javë jep jo unë, më thrini mua. Po tani qësë më thrasi? Janë bari i pa vlerë për ta. Po të frasi një personist tjetër mo. Po jo e flasi eksperti. Eksperti nuk flet me shpirt. Eksperti, unë nuk i fyë i këta. Po eksperti nuk ka hallin tonë, nuk ka ndjeshmërinë tonë, nuk ka logjikën tonë. Ai ka anë teknike. Ai shikon ligjin, shikon VKM-n, shikon këto e rregulloret, udhëzimet e Institutit të Sigurisë Shoqërore e tjerë. Prandaj hallin e personistët e zgjidhim ne. Nuk thot kot populli. Pyet të vujtrin, jo të diturin. E i vujtri ja jemi neve. Pse sa dëgjojnë? Nuk na dëgjojnë sepse sa dëgjojnë qeveria. Bashkimi Evropian të gjitha të këshillet në Shqipëri duhet t'i kishte parë qikur Edi Rama vurin në zbatim mbylljen e të gjithë dyerve të zyrave të gjithë administratës edhe qeverisë për që takohen qytetarët. Kjo ishte pushkatimi i demokracisë. Ti mbyllësh gojën qytetarëve të ankohen, të këshillojnë, të denoncojnë, do thotë që ti je shkëputur, ti me qytetarët je armik, ti je diktator. Atë e bëri edhe me zgjedhjet, veti i zgjedh deputetët, ne shkojmë nga me shpresë se më na hedh një kockë. Prandaj ajo pyeti që pse e votojnë, nuk është faji atyre. Nuk është faji atyre. Thashun, peshku me i zgjuar, kur është i uritur do bjeri në krep. Edhe populli shkret. Ai ka ngjerë pa lek. Po këta thonë, ju bien fëmijët. Po një tallje tjetër që u bën ish kooperativistët, që harrova ta thënë parë. Po atyre fshatarëve thotë, u kemi dhënë tokë, u kemi dhënë bakti, u kemi dhënë pyje, u kemi dhënë kullota. Kjo është jo vetëm fyrje për kooperativistët. Po kjo tregon dhe ignorancën e tyre, shpirt ligësinë e këtyre qeveritarëve. Por çfarë tokë e ke dhënë ti kooperativiste? Kooperativat janë krijuar nga bashkimi vullnetar i tokave, i baktive, i pyjeve të private që kishin këta. Dhe tani që u prishin kooperativat, ata morën tokat e tyre, morën baktitë e tyre, morën pyjet e tyre. Ndryshe është nga fermat bujqëmore. Punëtorët e fermave që merrin rrogë disa herë më të madhe,
Atë dhe ata morin toka një lloj si komadisët. Po ama pensionin e tyre ka dalë disa herë më i lartë se i fshatarëve. Edhe kjo është një padrejti. Por një padrejti tjetër që është bërë ish komadiste për pensionet. Nga ajo skem e fllihshëm kriminale. Dihet që kur bë privatizimi i të gjithë atyre pasurive që kishin ngelur, atyre dyqanxhive, shitësave ju privatizuan me qendarka dyqani. Traktoristët ju privatizuan traktori, kombajnerit, makinës, apo u bën aksioner në ndërmarrje të ndryshme fshatrore që ishin në kem. Po mirë, ai dyqanxhiu, fjala vjen, një shoku im, te Myslim Shyri, e privatizoi këty, ai dhe sot merr 3.000 euro qira nga i lokali që ka. Po si mund mos të diferencosh ti? Ati që i ke dhënë lokal, që i ke dhënë makinë, që i ke dhënë kombajn, që i ke dhënë traktor, që i ke dhënë një pasuri të caktuar. Pse edhe jep pension barës me mua, me fshatarin, me punëtorin, me mësuesin, me inxhinierin? Pse i trajton një lloj? Pra, kjo skem, kjo është krejtësisht kriminale. Krejtësisht, çfarë them unë? Nuk di unë çfarë them. Prandaj, ose tjetra. Në qoftë se të gjitha këto që rreshtova, edhe shumë të tjera që ka për thënë, nuk konsiderohen si pasojë e asaj diktature që thuhet, që pranohet më e egër komuniste në botë, dhe për të arsye ish të burgosit janë kompensuar me miliona, janë dëshurbyer me miliona për ditët e burgut që kanë bërë. Po mirë, këta nuk janë po aq vujtës edhe këta. Ata kanë vujtën në burg, më shumë politikisht, po dhe fizikisht. Po mirë ai fshatar që ka prodhuar shumë edhe ka ngrënë një kothere. Po ky nuk është disiplinuar. Nuk është i praktikisur. Atëherë ti, pse këtu nuk ja vlerëson punën që ka bërë? Ndoshta e ka merituar edhe ai fshatari sepse vetëm Partinë e Punës ka dashur edhe tani pasardhësit e Enverit është duke dashur. Kështu që të lutem. Jo. Në qoftë se ne jemi demokraci, nuk do vazhdojmë me luftë klasash. Jo, s'është çështje lufte klasave, por po jo, duhet shumë. Njerëzit duhet të reflektojnë. Shiko. Në qoftë se jemi pluralizëm, po këtu s'ka pluralizëm. Përdesa unë ankohem, protestoj, edhe nuk të dëgjon. Pra këtu s'ka pluralizëm mendimi. Nuk ka pluralizëm mendimi. Atëherë, si ka mundësi që kur s'ka pluralizëm mendimi të ketë demokraci? Këtu është baza. Atëherë, ti për çfarë ndrove sistemi? Të lutem shumë. Shumë e drejtë. Zoti Dyshniku, në qoftë se na kaluar, ty të thoni, më fal. Në qoftë se ati që ishte kulak i thoshin kulak, edhe persekutohesh, ti pikërisht për këtë u ngrit edhe e rrëzova atë sistem. E drejtë. Tani si ta pranojmë ne që ky fshatar ka votuar, po pse ai më fal të thënë ai tjetër një në përgjithësi sa që thoni juve. Ai burgosi argumentin. Po, mbarojeni argumentin. Ai burgosi politik në ato burgjet atje. Nuk ka votuar dhe të paktën një pjesë atyre për deputetin e asaj zone nga Afrika se do i shtohesh burgun këtu depër. Ose ata që ishin të internuar apo që që lejoheshin të votonin, nuk ka votuar ata. Po ata që ishin në heshtje kundër atij pushteti, nuk ka votuar për atë pushtet. Pa nuk gjykohet shumë. Ki ke votuar Partinë e Punës? Po mirë edhe në të gjitha diktaturat për diktatorin votojnë. Po jo se janë dakord. Kë janë votojnë se ashtu është sistemi, s'kishte rrugë tjetër. Po mi çfarë rrugë tjetër kanë pensionistët sot? Më thuaj, çfarë rrugë tjetër kanë? Ai thotë, unë kam pushtetin. Unë thot ai, në 2030 do jap pensionin e 13. A shikon çfarë citalli? Deri në 2030 ka vdekur 3 çarekuj pensionistë janë gjallë sot. Pra ai shketi, ai shkollë ka, ai nivel ka, ai ishte mirë më, ai sikur të hedhi një kock dikush, ai thot faleminderit. Ai ku ka arritur pensionistët. Zoti Dyshniku, rrugëzjedhjet dhe problematikat në vimësi të pensionistëve do t'i diskutojmë në intervistat e radhës. Unë ju falenderoj që ishit në Agora News për gjithë mendimet edhe analizën tuaj të saktë si gjithmonë, por edhe revoltën e brendshme që keni si një nga pensionistët e spikatur sa i përket kësaj çështje mjaftën pret, duhet thënë,
për shtresën e pensionistëve. Faleminderit dhe juve.